Një lajm I publikuar në media shqiptare ka tronditur qeverinë, le të themi, në thonjza, por edhe qytetarët, pasi lajmi thotë që për 7 ditë kryeministri Edi Rama duhet të lirojë detyrën. Letra është dërguar nga Pëllum Pilinçi, I cili thotë që ka krijuar një qeveri teknike dhe duhet që Rama të lirojë detyrën për 7 ditë. Për të folur mbi këtë letër dhe mbi këtë kërkesë, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Zaqi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Koma merreni me Pëllum Pilinçin ju mu. Avokat, lajmi ishte në të gjitha mediat shqiptare. Po, cilat media, cili televizion e dha? Disa portale kanë dhënë. Shumë portale kanë dhënë. Përveç televizioneve që se kanë cekur. Portalet natyrisht që mund t'japin, bëjnë sensacion, shesin lajme të rreme, shesin batuta, shesin pralla me mbret, se me aty jetojnë se marrën lek nga YouTube, por unë vi që të jetë dhe ndonjë ultimatum I tillë, sepse që t'japësh një ultimatum të tillë duhet të kesh bazë, duhet të kesh mbështetje, duhet të kesh duhet të jesh I fuqishëm. Ndërsa nëse është e vërtet kjo histori, unë nuk e di sa e vërtet është. Avokat, letra ishte me numër protokolli, është kërkuar, është çuar kryeministrisë. Si letër e kanë publikuar mediat. Portalet e kanë publikuar dhe përmbajtjen e letrës. Po, çfarë u bë me të? Se u zbigë. As ne s'dim gjë, avokat. Thjesht do të diskutojmë lidhur me sa legjitime mund të jetë kërkesa që është bërë në letër. Ka përfaqësor kjo qeveria një teknike në si shkruhet. Ka përfaqësor. Kush krijuar, kush e mbështet, kush e ka njohur deri tani? Janë ca pyetje që janë detyruara të përgjigjet ai papagalli Saukut. Pra nuk e besoni, s'ka asgjë që mund ta marrin për bazë. Janë këto budallë që e ka kohë që I thot këmbës dorë, I bën qefin vetes, ditë për ditë, dele flet atë llamatit, se kështu thot llamatit, nuk thot llomotit. Dele dhe flet kot, kodra pas bregut, kap të thura më shpëtove, shqiptarët e mi, kushërit e mi, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do shpëtoni, do bëjeni të pasurit, do t'u japi pronat e pasanikëve, tjera. O zotëri, to nuk janë gjëra për të diskutuar në media. Unë mendoj që ju jeni një media serioze dhe mendoj që keni një background dhe një personalitet të spikatur në media, jo të merresh me budallë që të një çurrupjaturi. Ai I bën qefi vetes, ai ka mbaruar si njeri. Avokat, si e shikoni qëndrimin e zotit Rama në pushtet dhe çfarë pritet të ndodh me Shqipërinë nëse ai vazhdon të qëndrojë akoma në pushtet? Po ai në pushtet do të qëndrojë, se s'ka kush ta rrëzojë. Ka që thjesht, kush do ta rrëzojë? Kush do ta heqë nga pushteti? Më thuaj, kush ka ngelur në Shqipëri që të votojë kundër tij? Se 250.000 vjet ke administratë që e ke vetë që mban me bukë. I ushqen kot, si është për të qëndruar në pushtet, ushqen këta. Fajti ka një ushtri të tija që mban të pushtuar Shqipërinë. Kjo është administrata që ka Edi Rama. Ushtri pushtuese e Shqipërisë. Avokat, po si e keni parë këto forcat e reja, partitë politike të reja që janë krijuar, mendonin që po krijojnë terren që në zgjedhjet e ardhshme të kenë mundësi të konkurrojnë dhe ndoshta të rrisin dhe numrin e mandateve që kanë? Asnjë gjë. Zero me gjupka. Pse? E pare punës njerë që zgjedhjet e ndeshme në Shqipëri me këtë kod zgjedhor nuk do ketë kurrë në kurrës. Dhe ky është një kod zgjedhor që sankcionon qëndrimin në pushtet të përjetshëm të komunistëve shqiptarë. Pra, nuk do ketë as I lëvizje pa ndryshuar këtë kod zgjedhor, pa prishur këtë kod zgjedhor.
pa hequr listat e mbyllura, pa hequr këta kapobandat e dy partive, tash kryetare e partisë, në fakt është një parti, Partia e Punës së Shqipërisë, e kemi thënë, dhe e themi ditë për ditë. Zotëri, nuk ka ndryshim pushteti në Shqipëri për aq kohë sa nuk kthehen emigrantët dhe të votojnë ata, të prishin këtë rend shoqëror që kemi tani, këtë regjim të pështirë, të ndyrë komunist, se jemi në një regjim të ndyrë komunist, të drejtuar 100% nga komunistët e ramizalistët e Verhoxhës dhe nga djemtë e tyre. Sot, për shembull, gjeta një në ABKN, kjo agjencia e burimeve kombëtare natyrore që është kjo, gjeta një dokument të cilin e firmos një zonjë me emrin Balluku. Pra këta janë pushtet gjithandej zotëri, këta e kanë zënë institucionet edhe shtetin. Qa prisni ju? Dhe pse e bani popullin me shpresë se mund të bëhet diçka? Asnjë gjë nuk bëhet nëse nuk ngrihet popullin në këmbë. Asnjë gjë. Duhet të kryengritje të përgjithshme zotëri. Dhe në mbithirrje qytetarëve, çonin në kryengritje, jo këtyre branda, këtyre banditëve, këtyre palaseve që dalin atje dhe bëjnë show në bulevard. Po u bëjnë thirrje shqiptarëve që kanë kock shqiptari. U bëjnë thirrje shqiptarëve që e duan këtë vend. U bëjnë thirrje shqiptarëve që u dhimbsen troje dhe tokat tona, që i kemi mbrojtur me gjak në shekuj dhe tani po i lëm të na i marr Greku me dëshirën me urdhër të një qifuti që quhet Edi Rama. Sa avokat ka pasur lëvizje që duan ta marrin tokat? Po Greku s'ka pushuar ndonjëherë se lëvizur për të marrë jugun e Shqipërisë, dhe këtë e ka realizuar, po e realizon në mënyrë perfekte, fillimisht me dy bashki me popullsi minoritare që kanë secila nga 5.000 banor. Finiqi dhe Dropulli. Aty s'ka njëri, kanë bërë bashkime vete, bashki minoritarësh. Këto bashki janë në funksion dhe në zbatim në vijim të politikës greke për rritjen artificiale të minoritetit grek në Shqipëri. Dhe kjo realizohet nëpërmjet të ashtëquajturve homogen grek që kanë jetuar në Shqipëri dhe që tani jetojnë në Greqi, që në fakt nuk janë një tjetër, ata vetë janë sa gjak prishur shqiptarë, sa njerëz që janë shqitur me kohë, kanë shqitur nderin, karakterin, personalitetin të tëra, për një lej qëndrimi në Greqi, për një ardhje panamonisë. Dhe kanë ndryshuar emër mbi emër. Këta që kanë bërë ndryshimin e emrit mbi emrit, këta nuk janë shqiptarë. Këta nuk janë shqiptarë, po ua them shqip dhe të vi thashë sa të doj. Këta vetëm shqiptarë nuk janë. Këta janë tradhtar, janë në çdo kohë kontingent i shërbimeve sekrete greke. Janë në çdo kohë kontingent i ushtrisë të Megalides greke, dhe janë këta që artificialisht kanë arritur rreth në 250.000 vet, një që krijon të tëra kushtet e njohura botërisht për të krijuar, për të shpallur autonominë. Atje po vemi zotëri, ta din shqiptarët. Po vemi drejt krijimit të autonomisë së Voriopirit. U materializua kjo, se harrova. U materializua ky plan me pislokun tjetër që bëri kryetari i bashkisë të Fierit, ai që është bërë duke si derri but ai, që nxori një grup me flamurin e Voriopirit në Zaqin para 2 javësh. Zotëri, Greku punon në çdo sekond, ndërsa ne jemi të vdekur e të pambuluar. Na vrau oficerët dhe ushtarin në kufi dhe nuk u ndihej njëri. Absolutisht asnjë gjë nuk u bë. Se shqiptarët nuk ngrihen të vrasin një 10 grekër aty nga ata që janë me biznese këtu, e shifet i vinë më grek Shqipëri, se unë a di trimërin atyre sa trima janë. Avokat, kjo është thirrje pastaj për të pasur konflikt shtet me shtet për të vrarë biznesmen në vendet përkatëse. Nuk bëra thirrje. Mos e trajto thirrje, nuk të lëu të kalosh ande. Unë thash, hakmarrje mund të bëhet në çdo kohë. Vrau i vran djemt tanë kufi, pse i vran?
Pse qanë ato se Sali Ta Berisha? zbar pra prokuroria. Ta zbar, Spaku. Pse se zbar Spaku? Ky tradhtari klasik që quhet Sali Berisha. Ky i gjak prishuri që nuk e dim ka gjak shqiptar apo jo. Që quhet Sali Berisha. Pse nuk i dënoi? Pse nuk bëri asnjë not proteste asnjë gjë ndaj Grekut për masakrën e Peshkëpisë? Zotëri Greku punon ditë për ditë, po të them prap, duke i marrë çfarë do, po i merr për ditë çfarë do, me det, me tokë, me dreq. Avokata, kemi shanse që në një sulm të mundshëm, siç thoni ju, po bëhet për ditë, ta mbrojmë tokën e Shqipërisë? Kush ta mbroj? Ata do ta mbrojnë janë ushtarë në Greqi. Kush do ta mbroj? Ke mbi 1000 sa djem shqiptarë që bëjnë shërbimin ushtarak në ushtrinë greke. Ata do ta mbrojnë, se këto janë fakte, se janë prralla me mbret.